Edhe pse edicioni i 4 i Big Brother VIP Albania ka përfunduar, marrëdhënia mes Gjestit dhe Eglit vjen të jetë temë debati në media dhe rrjetet sociale. E ftuar në emisionin Ake Up, Jacqueline Lekatari komentoi dinamikën mes çiftit, duke e cilësuar si një lidhje toksike dhe jo klasike. Ajo theksoi se Egli është një person makiavelik, që ka manipuluar para së gjithash veten. Nëse ka një njeri më makiavelik, është Egli, edhe kundrejt vetvetes. Nuk ka manipuluar domosdoshmërisht të tjerët, ka manipuluar veten si fillim. Jacqueline e përshkroi lidhjen e tyre si tipike për brezin Z, një marrëdhënie jo tradicionale, e ndërtuar mbi nevojën për mbështetje emocionale dhe jo domosdoshmërisht mbi dashuri të qëndrueshme. Nuk është dashuria klasike me unaza e fejesa. Është një lidhje që lind nga nevoja për të mbijetuar emocionalisht, për të pasur dikë që s'të gjykon brenda kontekstit të bigut. Ajo theksoi gjithashtu se loja brenda formatit ishte e rëndë emocionalisht, por shtoi se përgjegjësia për ndjenjat dhe veprimet është individuale, çdo gjë nis nga vetja. Loja të rënon, por kur përfshihesh emocionalisht me dikë tjetër, bara bëhet edhe më e rëndë. Marrëdhënia e diskutueshme mes Gjestit dhe Eglit me ulje ngritjet e saj mbetet një nga më të komentuarat në historinë e spektaklit dhe duket se debati për të do të vazhdojë edhe jashtë mureve të shtëpisë së famshme.